Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Uroj të jeni mirë, do bëjmë leximin e radhës për ju. Më falni. E kam ofruar mikrofonin, kogja afër, ja këtu e kam, ta shikoni, se kam marrë ca ankesa që nuk po dëgjohen mirë. I gjithë qëllimi është të dashur të mos më vete mundi kot të dëgjohen, absolutisht të dëgjohen. Nën të zemrës, që të shikoni, të dashur, nga jashtë duket sikur gjithçka është në vendin e vet. Njerëzit të shohin si të plotësuar, të qetë, të sistemuar, por brenda vetes ti e ndjen si diçka po mungon. Ka një zbrasti që nuk mbushet me asgjë materiale, as me miratimin e të tjerëve. Ky është ai momenti ku shpirti i duhet më shumë se kaq. Kërkon një vërtetësi. The Hierophant, ndryshe, apo prifti, papa, si do që ta quani, i rritur, jetë njëri të rritur, me rregulla, struktura, pritshmëri dhe duhet. Ke respektuar atë që të është thënë, ke mbajtur kodin e moralit, të shoqërisë së familjes, edhe kur s'ka qenë në përputhje me të vërtetën tënde të brendshme. Por tani, ajo që ka ndërtuar mbi duhet, nga të tjerët ajo duhet në thojza, po tundet. Kulla. Dhe vjen në një moment kur çdo gjë përmbyset. Një e vërtet shpërthen, një ndjenjë që ke shtypur del në sipërfaqe, një marrëdhënie që ke mbajtur për hir të paqes shëmbet, një imazh që ke mbajtur për veten thyhet. Mos harroni të dashur, nuk është fundi, është fillimi i një çlirimi të madh. Për sa kohë që jetojmë me iluzione, jetojmë në tension. Kulla nuk shembet për të na ndëshkuar, por për të na treguar se si ishte më vendi ynë aty, apo nuk takonim, nuk ishim, nuk duhet të ishim, apo të bëheshim ata që s'jemi. Dhe të dashur prifti, pas gjithë kësaj ti nuk mbetesh bosh, përkundrazi e gjen veten, të dashur. Priftëresha e lartë, ndryshe quhet kjo letër, ajo që njeh të vërtetën pa pasur nevojë për prova është intuita, urtësia e thellë, zëri i qetë që të ka folur gjithmonë nga brenda, por që e ke mbyllur nga frika e përmbysjes. Tani pas rrëzimit ajo del në dritë. Ti e di tashmë çfarë është e vërtetë për ty, absolutisht, dhe askush s'mund ta tërheq më prapa. Çfarë thot, ti mbledhim gjitha në një. Ajo që përshëmbët në jetën tënde nuk është ndëshkim, të dashur Bricjapër. Është çlirim. Ti ke jetuar për një kohë të gjatë në funksion që duhet bërë. Duhet se është turp, duhet se është kjo rregullat, kjo është kultura jonë, kjo duhet në thojza. Duke shtypur atë që zemra jote ka dashur të thotë, por tani, pasi universi të çon drejt një shpërthimi të domosdoshëm, që të dalë në dritë e vërteta e shpirtit tënd. Kur gjithçka që ke ndërtuar bie, mbytet vetëm, ajo që ka qenë gjithmonë në të vërtetë. Vërtetësia, të dashur, s'të fal më shumë njerëz, por të jep më shumë veten e juaj. Do thotë, vërtetësia nuk të fal më shumë as njerëz, as gjëra, por të kthen ty në të vërtetën tënde.